E tash edhe në Vrapqish po e përsëris dy komunat më të sigurta që i fiton Aleanca Kombëtare për Integrim, spaku në bazë të gjitha anketave janë Vrapqishti dhe Likova, të cilët udhëhiqen ndonse prej kryetarëve të ri, po të cilët kërkojnë mandatin e tretë dhe besoj se këtu jo se do fitojmë, po fitoria tjetë sa më e thellë. Vitin e kaluar në zgjedhjet prezidenciale dhe në zgjedhjet parlamentare kam thënë një gjë. E vetmja gjë që më frikson është mos në ndodhe skenari vitit 2008. Çfarë ndodhi në skenarin e vitit 2008? Atëherë në Bukuresht duheshte që Maqedonia zbashku me Kroacinë dhe Shqipërinë bëhen anëtare të plotfuqishme të NATO-s. Çfarë ndodhi? Fatkeqësisht Shqipëria dhe Kroacia u bën anëtare të plotfuqishme, kurse Crvenkovski dhe Gruevski u kthyen në Maqedoni dhe i shpallën zgjedhjet e parakoshme parlamentare. A mundeshin edhe atëherë shqiptarët bëhen bashkë? Po, gjithsesi mundeshin edhe duheshte të bëhen bashkë, por fatkeqësisht nuk u bën. Çfarë ndodhi në atë skenar? Ndodhi që Maqedonia të bëhet anëtare e plotfuqishme e NATO-s për 10 vite më vonë, 2018. Humbëm 10 vite të plot. Çfarë ndodh tash? Tash ndodh prej asaj që kisha frikë vitin e kaluar, që mos i fillojmë negociatat apo mos i vazhdojmë negociatat me Shqipërinë dhe me Malinezi. Tash, mbasi mësuam prej asaj që ndodhi 2008-ën, vendosëm që të bëhemi bashkë dhe të bëhet kjo aleancë kombëtare, e cila tek e ende duhet të zgjerohet mbas zgjedhjeve lokale, mbasi ky koalicion të fiton bindshëm, unë mendoj se aleanca kombëtare duhet të zgjerohet ende. Çfarë do mbese prej Vlenit? Do të mbesin rudimente të caktuara, të cilët janë zgjatimet e VMRO-s, të cilët do të vazhdojnë me VMRO DPMN-n, dhe një pjesë e njerëzve të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm, të cilët do të inkuadrohen dhe do të zgjerojmë aleancën kombëtare të jetë sa më e gjerë dhe sa më e madhe. Dhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kur do qoftë që të mbahen, aleanca kombëtare të jetë garanca 100% se Maqedonia i fillon negociatat me Bashkimin Evropian. Pse e përsëris shumë shpesh Bashkimin Evropian? Sepse vetëm këtë mënyrë mund të kemi garancë për investime, për hapje të vendeve të reja të punës, për zhvillim ekonomik, për kthim të një pjesë të mërgjimtarëve. Prandaj, të nderuar banorë të komunës së Likovës, dilni votoni masovikisht Erkanin, numrin 4, por shumë me rëndësi edhe doktor Zekën, listën e këshilltarëve, sepse në 19 tetor numërohet vota që i ka fituar Aleanca Kombëtare. Unë shpresoj dhe uroj me angazhim të gjithë neve mund të arrim një numër i cili është maramendës, 140 deri 50.000 vota. Hajde zbashku, mbas nesër një javë, mbrëmje të festojmë prej Likove deri në Struk. Ta japim maksimumin ton dhe ta sjellim Europën Maqedoni. Faleminderit.